Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti amerikan Donald Trump u rikthye në fushatën elektorale me një vizitë në Pensilvani, ku premtoi ringjalljen e industrisë dhe vendeve të punës në zemër të Amerikës industriale. Vizita vjen ndërsa republikanët përgatiten për zgjedhjet e nëntorit dhe përballen me sfida ekonomike e rënje të popularitetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është rikthyer në fushatën elektorale me një ndalesë në shtetin kyç të Pensilvanisë, një nga zonat më të rëndësishme për betejat politike në SBA. Gjatë një takimi në një fabrik montimi kamionësh, Trump u përqendrua te ekonomia dhe industria amerikane, duke lënë përkohësisht në plan të dytë çështjet e politikës së jashtme. Ai akuzoi administratat e mëparshme për humbjen e vendeve të punës në sektorin industrial dhe tha se politikat e tij kanë ndihmuar në mbrojtjen e punëtorëve amerikanë dhe rikthimin e prodhimit në vend. Pensilvania konsiderohet pjesë të ashtu quajturit Rust Belt, rajoni industrial që ka pësuar humbje të mëdha të vendeve të punës gjatë dekadave të fundit dhe që mbetet një bazë e rëndësishme elektorale për Trumpin. Megjithatë, mesazhi ekonomik i presidentit përballet me sfida. Lufta disa mujore me Iranin ka ndikuar në rritjen e çmimeve për konsumatorët amerikanë, ndërsa të dhënat ekonomike tregojnë se që nga rikthimi i Trump në shtëpinë e bardhë në janar 2025, janë humbur 10 mijëra vende pune në sektorin e prodhimit, përfshirë industrinë e automobilëve. Statistikat tregojnë gjithashtu se prodhimi i kamionëve dhe mjeteve të rënda ka rënë në nivelin më të ulët të më shumë se 4 viteve. Pavarësisht këtyre vështirësive, Trump po përpiqet i kthejë zgjedhjet e nëntorit në një referendum mbi drejtimin e vendit dhe politikat e tij ekonomike. Ndërsa republikanët synojnë të ruajnë kontrollin e Kongresit, vizita në Pensilvani shënon fillimin e një fushate intensive, ku ekonomia, vendet e punës dhe industria amerikane pritet të jenë temat kryesore të debatit politik në muajt e ardhshëm. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk mund të vendosë tarifa apo taksa për anijet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit, pasi kjo do të shkelte ligjin ndërkombëtar. Deklarata vjen në një kohë negociatash të ndjeshme SBA-Iran për një marrëveshje që mund të ndryshojë ekuilibrat e sigurisë në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një vit të kuqe për një nga rrugët më të rëndësishme të transportit energjetik në botë. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, deklaroi se Irani nuk do të lejohet të vendosë tarifa ose pagesa për kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Gjatë një vizite në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rubio tha se Hormuzi është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe se asnjë shtet nuk ka të drejtë të kërkojë pagesa për përdorimin e saj. Sipas tij, liria e lundrimit në këtë zonë është pjesë e ligjit ndërkombëtar dhe duhet të respektohet nga të gjitha palët. Deklarata vjen ndërsa Washingtoni dhe Teherani po diskutojnë elemente të një marrëveshjeje të mundshme pas muajsh tensionesh dhe përplasjesh në rajon. Një nga çështjet më të ndjeshme është kontrolli mbi ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik për transportin global të naftës dhe gazit. Drafti i marrëveshjes së diskutuar përfshin gjithashtu çështje të tjera, si programi bërthamor i Iranit, siguria rajonale dhe mundësia e investimeve ekonomike në të ardhmen. Rubio tha se nëse Irani zgjedh një rrugë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare, mund të ketë mundësi për investime të huaja, por theksoi se kjo do të varet nga përparimi në çështjet e sigurisë. Sekretari amerikan pritet të zhvillojë takime edhe në Kuvajt dhe Bahrein me përfaqësues të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Shtetet e Gjirit, aleat tradicional të SBA-s, kanë reaguar me kujdes ndaj mundësisë së një afrimi mes Washingtonit dhe Teheranit, pasi shumë prej tyre e konsiderojnë Iranin një rival kryesor rajonal. Ndërsa negociatat vazhdojnë, ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të nxehta të përplasjes mes interesave amerikane, iraniane dhe atyre të fuqive të Gjirit. Dorëheqja e Keir Starmer e ka futur Britaninë në një periudhë të paprecedent të paqëndrueshmërisë politike, me 6 kryeministra që janë larguar brenda një dekade. Kriza e kostos së jetesës, borxhi publik, emigracioni dhe rritja e populizmit të djathtë po ndryshojnë peizazhin politik britanik. Britania e Madhe po përjeton një nga periudhat më të trazuara politike në historinë moderne, pasi dorëheqja e kryeministrit Keir Starmer e ka bërë atë liderin e 6 që largohet nga detyra brenda vetëm 10 viteve. Starmer, i cili fitoi një nga shumicat më të mëdha elektorale në historinë e politikës britanike, qëndroi më pak se 2 vite në pushtet. Tani, vendi pritet të ketë një kryeministër të shtatë, me Andy Burnham si një nga emrat kryesor për drejtimin e ardhshëm të Partisë Laboriste.
Por, pyetja kryesore në Britani është, pse asnjë lider nuk po arrin të stabilizojë vendin? Analistët thonë se një nga problemet më të mëdha është rënja e standardeve të jetesës. Për shumë qytetarë, pagat dhe mirëqenia nuk janë përmirësuar ndjeshëm që prej krizës financiare globale të vitit 2008. Situata u përkeqësua më tej nga pandemia e COVID-19, rritja e çmimeve të energjisë pas luftës në Ukrainë dhe pasiguria ekonomike e viteve të fundit. Britania, që dikur konsiderohej një model stabiliteti politik, sot përballet me një cikël të vazhdueshëm krizash. Në të kaluarën, liderë si Margaret Thatcher dhe Tony Blair qëndruan në pushtet për periudha të gjata dhe formosuan drejtimin e vendit. Por, pas krizës financiare, erdhën masat e kursimit, presioni mbi shërbimet publike dhe më pas sfidat e reja si pandemia dhe kostet e larta të jetesës. Një tjetër çështje që ka ndarë shoqërinë britanike është emigracioni. Kritikat ndaj qeverive për mungesën e kontrollit mbi emigracionin kanë forcuar mbështetjen për forcat populiste të djatha si Reform UK, e udhëhequr nga Nigel Farage. Ekspertët thonë se sfida për liderin e ardhshëm do të jetë e madhe. Rritja ekonomike, ulja e kostos së jetesës, përmirësimi i shërbimit shëndetësor dhe menaxhimi i emigracionit. Nëse qeveria e re nuk arrin rezultate konkrete, Britania rrezikon të hyjë në një periudhë edhe më të thellë pa sigurie politike, ndërsa votuesit kërkojnë ndryshim. Të dhënat e stacionit të kërkimit të zogjve në Tommy Thompson Park tregojnë një rënje të ndjeshme të numrit të zogjve migrator të regjistruar në vitin 2025. Studiuesit thonë se vala ekstreme e të nxehtit mund të ketë ndikuar te riprodhimi dhe ushqimi i zogjve, edhe pse një vit i vetëm nuk mjafton për të lidhur drejt për drejt fenomenin me ndryshimet afatgjata klimatike. Një park i njohur në Toronto, i frekuentuar nga mijëra vizitorë dhe adhurues të natyrës, po sinjalizon një ndryshim shqetësues në botën e shpendëve migrator. Stacioni i kërkimit të zogjve në Tommy Thompson Park ka regjistruar një rënje të ndjeshme të numrit të zogjve të kapur dhe monitoruar gjatë sezonit të pranverës dhe verës së vitit 2025, krahasuar me mesatarët historike. Stacioni ndodhet në një nga korridoret më të rëndësishme të migrimit të zogjve në Toronto. Çdo mëngjes, studiuesit kontrollojnë rrjetat speciale ku kapen përkohësisht zogj këngëtar për të matur dhe regjistruar për qëllime kërkimore. Sipas studiuesit Shane Abernathy, në ditët normale qendra mund të regjistrojë deri në 150 zogj, ndërsa në ditët në migrim të lartë, numri mund të kalojë edhe 200. Por raporti vjetor i vitit 2025 tregoi një rënje të dukshme. Studiuesit vunë re veçanërisht më pak zogj të rinj që kishin arritur të largoheshin me sukses nga folet gjatë sezonit të shumimit. Një nga faktorët kryesor të dyshuar ishte vala ekstreme e të nxehtit që goditi rajonin në qershor, kur temperaturat e ndjera kaluan mbi 40 gradë Celsius. Ekspertët shpjegojnë se temperaturat shumë të larta mund të krijojnë probleme serioze për folet, pasi prindrit nuk janë gjithmonë në gjendje të ulin mjaftueshëm temperaturën për të mbrojtur zogjt e vegjël. Megjithatë, studiuesit theksojnë se të dhënat e vetëm një viti nuk mund të lidhen drejt për drejt me ndryshimet afatgjata klimatike. Ekspert nga organizata Birds Canada thonë se rritja e temperaturave mund të ndikojë edhe në zinxhirin ushqimor. Nëse insektet shfaqen më herët në pranverë, koha e tyre mund të mos përputet më me mbërritjen e zogjve migrator që varen prej tyre. Për shumë vëzhgues të natyrës, ndryshimi tashmë është i dukshëm. Disa thonë se këtë sezon parku duhet më i qetë dhe më pak i mbushur me këngët e zogjve. Studiuesit vazhdojnë monitorimin për të kuptuar nëse kjo ishte një situatë e përkohshme apo një shenjë e një ndryshimi më të madh në ekosistemin urban të Torontos. Një sulm në shtetin Plateau të Nigerisë ka lënë të paktën 20 persona të vrarë, duke rikthyer shqetësimet për sigurinë në një rajon të prekur prej vitesh nga përplasjet komunitare. Autoritetet kanë dërguar forca shtesë, ndërsa banorët akuzojnë se masat e sigurisë nuk po mjaftojnë. Një tjetër sulm i përgjashëm ka troditur Nigerinë qendrore, duke lënë të paktën 20 persona të vrarë në shtetin Plateau. Ngjarja ndodhi në zonën Bokos, një rajon që prej vitesh përballet me dhunë të përsëritur mes komuniteteve dhe konflikte që kanë shkaktuar qindra viktima. Sipas policisë, sulmuesit hynë në komunitet gjatë fundjavës, duke shkaktuar një përplasje të armatosur me forcat e sigurisë. Zëdhënësi i policisë, Alfred Alabo, tha se efektivët u përballen me sulmuesit në një betejë të ashpër, përpara se ata të largoheshin nga zona. 18 persona u gjetën të vdekur në vendngjarje, ndërsa 2 të tjerë humbën jetën më vonë në spital,
duke e çuar numrin total të viktimave në 20. Banorët dhe drejtuesit lokal kanë shprehur zemërim dhe frikë për mungesën e sigurisë. Një pastor nga zona tha se shumë njerëz ndihen të pambrojtur përballë sulmeve të vazhdueshme. Ndërkohë, autoritetet kanë bërë thirrje për unitet dhe kanë kërkuar që komunitetet të mos përçahen më tej nga dhuna. Komisioneri i policisë në plato ka urdhëruar shtim të forcave në terren, përfshirë njësi speciale dhe patrulla të lëvizshme, me qëllim parandalimin e sulmeve të tjera. Nigeria prej vitesh përballet me sfida të mëdha të sigurisë, nga konfliktet komunitare deri te aktivitetet e grupeve të armatosura në disa rajone. Pavarësisht operacioneve të përsëritura të sigurisë dhe premtimeve të qeverisë për të ndalur dhunën, sulmet e ngjashme vazhdojnë të prekin komunitetet lokale, duke arritur presionin ndaj autoriteteve për të gjetur një zgjidhje afatgjatë. Një hetim i pavarur i OKB-s ka publikuar një raport ku akuzon autoritetet dhe forcat izraelite për shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar ndaj fëmijëve palestinez në Gaza dhe bregun perëndimor. Izraeli i ka hedhur poshtë akuzat, duke e cilësuar raportin të pavërtet dhe duke thënë se operacionet e tij synojnë vetëm militantët e Hamasit. Një raport i ri i një komisioni të pavarur të Kombeve të Bashkuara ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare, pasi ngre akuzat e rënda për trajtimin e fëmijëve palestinez gjatë konfliktit në Gaza. Sipas hetimit të publikuar në Gjenevë, autoritetet dhe forcat e sigurisë izraelite kanë kryer shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar, përfshirë akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Raporti analizoi veprimet e forcave izraelite që nga nisja e luftës në tetor të vitit 2023, pas sulmit të Hamas ndaj Izraelit. Hetuesit thonë se fëmijët kanë qenë ndër viktimat më të prekura nga konflikti. Sipas raportit, më shumë se 20.000 fëmijë janë vrarë në Gaza gjatë periudhës së analizuar, duke përbërë rreth 1/3 e viktimave të raportuara. Komisioni thotë se operacionet ushtarake izraelite kanë përdorur armë me fuqi të madhe shkatërruese në zona të dendura me popullsi civile, duke shkaktuar një numër të lartë viktimash mes fëmijëve. Raporti bazohet në mira materiale të verifikuara, përfshirë pamje filmike, regjistrime audio, imazhe satelitore dhe intervista me viktima, dëshmitar dhe punonjës shëndetësor. Izraeli ka reaguar duke i mohuar fuqishëm këto akuza. Autoritetet izraelite e kanë cilësuar raportin si shpifës dhe kanë deklaruar se operacionet ushtarake kanë pasur si objektiv luftatarët e Hamasit dhe jo popullsinë civile. Zyrtarët izraelit kanë argumentuar gjithashtu se raporti nuk merr parasysh mënyrën se sipas tyre, Hamasi vepron brenda zonave të banuara. Ky raport vjen pas disa hetimeve të mëparshme ndërkombëtare që kanë ngritur shqetësime të ngjashme për situatën humanitare në Gaza. Ndërsa lufta vazhdon të shkaktojë pasoja të rënda për civilët, komuniteti ndërkombëtar vijon të përballet me presion për të përcaktuar përgjegjësitë dhe për të kërkuar respektimin e ligjit ndërkombëtar humanitar. Kandidati i majt për president i Perus, Roberto Sanchez, deklaroi se nuk do të njohë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale, duke pretenduar se procesi është shoqëruar me parregullsi. Ndërkohë, rivalja e tij konservatore Keiko Fujimori mban një përsi të ngushtë që konsiderohet pothuajse e pakapërcyeshme. Peruja po përballet me rrezikun e një krize të re politike pas deklaratave të forta të kandidatit të majt presidencial Roberto Sanchez, i cili ka bërë të ditur se nuk do ta njohë rezultatin e balotazhit presidencial. Në një deklaratë publike në kryeqytetin Lima, Sanchez akuzoi institucionet zgjedhore për mungesë transparence dhe pretendoi se po zhvillohet një mashtrim elektoral. Ai tha se ekipi i tij ka kërkuar anulimin e disa rezultateve dhe rinumërimin e votave të kontestuara. Megjithatë, deri tani nuk janë paraqitur prova publike që mbështesin pretendimet për manipulim të procesit zgjedhor. Ndërkohë, rivalja e tij konservatore, Keiko Fujimori, ka krijuar një epërsi prej mbi 43.000 votash. Sipas të dhënave zyrtare, asaj i atribuohen rreth 50.11% e votave të numëruara. Autoriteti zgjedhor i Perus ka bërë të ditur se kanë mbetur për të numëruar më pak vota se sa diferenca që dan dy kandidatët, duke e bërë avantazhin e Fujimorit praktikisht të pakapërcyeshëm. Rezultati përfundimtar pritet të shpallet zyrtarisht në mesin e muajit korrik, pasi të përfundojnë procedurat e verifikimit të votave të kontestuara dhe të përpunohen të gjitha votat e ardhura nga jashtë vendit. Analistët paralajmërojnë se refuzimi i rezultatit nga Sanchez mund të thellojë ndarjet politike në Peru, një vend që ka përjetuar vite të tëra paqëndrueshmërie institucionale dhe përplasje të vazhdueshme mes forcave politike.
Ndërsa vendi pret shpalljen zyrtare të fituesit, vëmendja është përqendruar te institucionet zgjedhore dhe mënyra se si ato do të menaxhojnë një nga garat presidenciale më të ngushta në historinë e Perus. Legjenda e futbollit brazilian Ronaldinho do të rikthehet në fushë pasi firmosi me klubin italian të kategorisë së tretë, Ravenna FC. Ish fituesi i topit të artë synon të frymëzojë brezin e ri të futbollistëve më shumë se një dekadë pas ndeshjes së tij të fundit në nivel klubesh. Një nga emrat më të mëdhenj në historinë e futbollit botëror, por rikthehet surprizueshëm në fushën e lojës. Legjenda braziliane Ronaldinho ka njoftuar rikthimin e tij në futboll, pasi ju bashkua klubit italian të kategorisë së tretë, Ravenna FC. Lajmi u bë publik gjatë një aktiviteti të organizuar në Miami, ku ish ylli brazilian u shfaq së bashku me pronarin e klubit Ignacio Cipriani dhe prezantoi fanellën e re me emrin e tij. Ronaldinho, tashmë 46 vjeç, nuk ka luajtur futboll në nivel klubesh që prej vitit 2015. Megjithatë, ai tha se vendimi për të rikthyer erdhi si rezultat i miqësisë së gjatë me familjen Cipriani dhe dëshirës për të kontribuar në një projekt të ri sportiv. Ish fituesi i topit të artë u shpreh se shpreson që rikthimi i tij të shërbejë si frymëzim për të rinjt që ndjekin ëndrrën për të bërë futbollist profesionist. Ronaldinho konsiderohet një nga lojtarët më spektakolar që ka njohur futbolli. Ai fitoi Kupën e Botës me Brazilin në vitin 2002 dhe shkëlqeu me klube të mëdha si FC Barcelona dhe AC Milan. Gjatë karrierës së tij, ai u bë simbol i kreativitetit dhe spektaklit në fushë, duke fituar admirimin e miliona tifozëve në mbar botën. Për drejtuesit e Ravenna FC, afrimi i Ronaldinhos është një hap i madh për rritjen e futbollit ndërkombëtar të klubit dhe për tërheqjen e vëmendjes së futbolldashësve në të gjithë botën. Ndërsa shumë mendonin se karriera e tij kishte përfunduar prej kohësh, Ronaldinho po dëshmon se futbolli ende ka vend për magjinë e tij. Autoritetet turke arrestuan 209 persona në operacione kundër terrorizmit, vetëm pak ditë para samitit të NATO-s që do të mbahet në Ankara. Opozita dhe organizatat për të drejtat e njerëzit akuzojnë qeverinë se po përdor sigurinë si justifikim për të kufizuar liritë civile. Turqia ka ndërmarrë një operacion të gjerë sigurie duke arrestuar 209 persona në kuadër të hetimeve kundër terrorizmit, ndërsa vendi po përgatitet të pres samitin e ardhshëm të NATO-s. Sipas prokurorisë së Ankaras, janë lëshuar urdhër arreste për 241 të dyshuar të lidhur me organizatën terroriste ISIS dhe disa grupe të majta radikale. Operacionet u zhvilluan vetëm një ditë pasi autoritetet lokale shpallën ndalimin e përkohshëm të protestave, konferencave për shtyp dhe tubimeve publike në kryeqytetin Ankara. Masat do të jenë në fuqi nga 28 qershori deri më 10 korrik, periudhë që përkon me organizimin e samitit të NATO-s. Autoritetet argumentojnë se kufizimet janë të nevojshme për garantimin e sigurisë gjatë aktivitetit ndërkombëtar. Megjithatë, organizatat për të drejtat e njerëzit dhe partitë opozitare kanë reaguar ashpër ndaj operacionit. Sipas tyre, mes të arrestuarve ndodhen një gazetar i njohur, aktivist për të drejtat e komunitetit LGBT, politikan të majtë dhe disa avokat. Opozita e ka cilësuar aksionin si një goditje ndaj demokracisë dhe lirive themelore. Kritikat janë përqendruar te fakti se samiti i NATO-s, sipas tyre, po përdoret si pretekst për të kufizuar aktivitetin politik dhe shoqëror. Nga ana tjetër, qeveria turke këmbgul se operacionet janë pjesë e luftës kundër terrorizmit dhe se siguria kombëtare mbetet prioritet, veçanërisht në prag të një ngjarjeje me rëndësi të lartë ndërkombëtare. Zhvillimet e fundit pritet të rrisin debatin mbi balancin me sigurisë dhe lirive civile në Turqi, ndërsa vëmendja ndërkombëtare po fokusohet gjithnjë e më shumë te situata në vend përpara samitit të NATO-s. Ngadalësimi ekonomik në Rusi dhe kostet e larta të huamarrjes po godasin rënd sektorin e ndërtimit, duke lënë mira blerës apartamentesh në pritje. Shumë projekte banimi po përballen me vonesa të mëdha, ndërsa blerësit po kërkojnë drejtësi në gjykata. Qindra familje në Rusi po përballen me pasiguri për të ardhmen e tyre, ndërsa shumë projekte banimi mbeten të papërfunduara për shkak të krizës që ka përfshirë sektorin e ndërtimit. Në kompleksin rezidencial Ostafjevo, në periferi të Moskos, blerësit e apartamenteve kanë ngritur padinë ndaj kompanisë ndërtuese, duke pretenduar se afatet e dorëzimit janë shtyrë vazhdimisht që nga marsi i vitit 2025. Mes tyre është edhe Elena Skripinčenko, e cila thot se blerësit nuk kanë marrë shpjegime të qarta për arsyet e vonesave. Sipas saj, disa banorëve kanë hyrë në kantier për të biseduar me punëtor,
të cilët pretendojnë se nuk po paguhen rregullisht. Kompania ndërtuese Samolet, një nga më të mëdhat në Rusi, ka deklaruar se është e vetëdijshme për shqetësimet e klientëve dhe se po bën përpjekje për të përshpejtuar përfundimin e apartamenteve. Megjithatë, ajo nuk ka dhënë detaje konkrete mbi shkaqjet e vonesave. Problemet në sektorin e ndërtimit vijnë pas një periudhe lulëzimi në vitin 2023, kur kredit hipotekore të subvencionuara nga shteti nxitën një rekord ndërtimesh banesash në vend. Por më pas, reduktimi i subvencioneve dhe rritja e normave të interesit kanë gonditur rënd industrinë. Të dhënat zyrtare tregojnë se sipërfaqja e banesave të përfunduara ra me 28% në tremujorin e parë të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Banka më e madhe e vendit, Sberbank, ka paralajmëruar se sektori i ndërtimit ka hyrë në stanjatson. Analistët lidhin ngadalësimin ekonomik me kostot e larta të financimit në ndikimin e vazhdueshëm të luftës në Ukrainë mbi ekonominë ruse. Kjo ka krijuar vështirësi të mëdha për kompanitë ndërtuese, por edhe për mijëra qytetarë që kanë investuar kursimet e tyre në banesa që ende nuk janë gati për të banuar. Ndërsa blerësit kërkojnë përgjigje dhe zgjidhje, kriza në sektorin e ndërtimit po shfaqet si një tjetër sfidë e rëndësishme për ekonominë ruse në vitin 2026. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.